Sot ka ndëruar jetë avokati Rushdi Berisha. Nga Prizreni, një nga avokatët që i ka dhënë shumë avokatis për të ndëruar jetën dhe veprën e Rushdi Berishës, që ishte një shembull jo vetëm si avokat, por edhe si një personalitet i rrallë. Sot në emër të Odës së Avokatëve të Kosovës në Prizren është mbajtur një mbledhje komemorative, ku fillimisht kryetari i Odës së Avokatëve të Prizrenit, Bleri Mazreko, i cili me këtë rast tha se Rushdi Berisha i lindur me 9 shtator 1947. Avokati Berisha la pas një karrierë të gjatë dhe të pasur në shërbim të drejtësisë, duke filluar nga detyra gjyqtarit në gjykatën komunale të Dragashit e deri në gjykatën supreme të Kosovës, dhe më pas si avokat me përkushtim të jashtëzakonshëm për mbi 2 dekada. Ai gjithashtu ishte një trajnues i palodhshëm i brezave të rinj të juristëve dhe një kontribues i rëndësishëm në fushën e botimeve profesionale juridike. Puna, përkushtimi dhe integriteti i tij profesional la në gjurmë të thella në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Humbja e tij është një humbje e madhe për komunitetin juridik dhe për gjithë ata që e njohën dhe që bashkëpunuan me të. I njëjti karrierën e ka vazhduar nga viti 1985 si gjyqtar në gjykatën e Qarkut në Prizren dhe është emëruar si gjyqtar në gjykatën supreme të Kosovës po atë vit. I njëjti ka vazhduar po ashtu karrierën në gjykatën e Qarkut në Prizren për të shkarkuar nga funksioni i gjyqtarit të gjykatës së Qarkut në Prizren për shkak të pjesëmarrjes në demonstrata studentore të vitit 1968. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja e shkarkimit nga kjo detyrë e gjyqtarit që nga muaji mars i këtij viti. Ka lënë pas një jetë të bujshme profesionale, duke marrë pjesë në hartimin e shumë komentarëve, librave shkencor, si dhe duke kontribuar në avancimin dhe trajnimin e juristëve të rinj. Karriera profesionale e kolegut Rushdi Berisha ka qenë e bujshme dhe e gjatë. Të gjithë të njëjtin e njohim si kontribues në avancimin e të drejtave të njeriut, si dhe ndihmën e profesionalizmin e juristëve të rinj. Humbja e të ndjerit është humbja e madhe jo vetëm për familjen e tij, por edhe për gjithë shoqërinë. Në emër të familjes ka folur biri i tij Labinot Berisha, i cili me këtë rast me një ndjenjë të dhimbjes dhe krenarisë falenderoi dhe tha se ai ishte një mësues e një prind i rrallë. Është vështirë të gjenden fjalë në këto raste, e aq më vështirë është të nxirren ato fjalë, të shprehen. Fatkeqësisht, me zemër të thyer dhe mbushur me dhimbje dhe mirënjohje, sot qëndroj para jush për të nderuar kujtimin e një njeriu për mua të jashtëzakonshëm, babait tim, miku tim, udhërrëfyesit tim dhe bashkëpunëtorit tim në jetë dhe punë. Rushdi Berisha nuk ishte vetëm një jurist i përkushtuar dhe një avokat dhe gjyqtar i palodhur, por një njeri me shpirt të madh, me fjalë të mençura dhe me një ndjenjë të thellë drejtësie. Në këtë qershor, babi do të kishte bërë 53 vite përvojë pune. Një përvojë e jashtëzakonshme. Por për te profesionit, ai ishte baba. Dhe kjo fjalë për mua përmbledh gjithçka. Kurse në emër të gjykatës komunale me këtë rast fjalërasti mbajti Shaban Shala, i cili foli për cilësinë e Rushdi Berishës dhe vizionin e tij profesional dhe mirësjelljen njerëzore. Unë personalisht, gjenata ime, besoj gjenata të para, dhe pas meje jam rritur me figurën dhe personalitetin e Rushdi Berishës, fillimisht si gjyqtar,
dhe viteve të fundit si avokat. Kurse Tejmase e emocionuar me ziri kujton me lot në sy qaste nga puna e përbashkët në drejtësi, avokati dhe ishte krye prokurori Syl Hoxha. Pjesëmarrës demonstratat kaluara të lavdishme, kolegu Rushdi u shkarkua dhe pra te se ishte një kuadër i fort, një jurist i fort, një jurist i mirë, një personalitet. Dhe di edhe ajo periudhë e ardhjes së Miloševićit në krye të shtetit, halë në sy kishin koda shqiptarë, njerëz e Zot, dhe e hoqën tani të ndjej Rushdi, vetëm se ishte një kuadër, se ishte një shtyllë e drejtësisë kosovare e sidomos e regionit Prizrenit. Pasët hymena, ish kryetari merë, ma kujtoj një fjallë që mund ashtë së më kishtarë në tha Rushdini, kemi pas trajnus. Të gjithë ne gjeneratët, ma të reja që ishin. Unë prej vitet 1984, ku fillu në gjykatë, kemi bashkëpunu, na ka ndihmu, na ka udhëzu, na ka këshillu. Kurse vokimin ndan edhe shumë bashkëpunëtor të Rushdi Berishës, i cili padyshim se do të lërë një vakum të konsideruar në angazhimet profesionale të drejtësisë. Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot më datën 14 maj 2025 në orën 16:30 në varrezat e qytetit në Prizren.